jam një person që kam shumë vëzvese mendime të këqija për çështje fetare. Nxitje për punë të pamoralshme dhe veprime të paheshme të tjera. Unë sinqerisht nuk po kam dëshirë me pa Allah këtë brenda meje. Mirë po nuk po mundu me undal. A do të me kërku falje vazhdimisht për këtë. Dhe a vlen për këtë ajetet në Koran, që në ditën e kiametit hapen gjokësat e njerëzve, a lezon këto gjëra në fletushka që shpëndon. Ato cilat janë si mendime, për to nuk na merr llogari Allah subhanahu wa taala. Elhamdulillah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Inna Allah tajawaza an ummati." Allah ja ka falë umetit tim. Pra ato gjëra, ato mëkate, ma haddathat biha ose bihi anfusuhum. Vërtet anfusuhum. Ja ka falë ato gjëra cilat, pra nëse përkthejmë hadithin fjalë për fjalë, bën gjëra për cilat ju flasin shpirtat e tyre, pra mendimet që ju vijnë. Mirë po me kushtot, ma lem të kellem au të falë, përderisa nuk flet ose nuk vepron. Po gjitha mendimet që në vinë mendje për me bona i gjëna, në i diçka të ligë, në i vepër, në i mëkat, këto janë prej shejtanit, janë sytje shejtanit. Dhe përderisa ti nuk vepron, në bazë të aty në mendive, ose nuk flet, nuk shkruhen si gjëna. Këtë janë të falta, alhamdulillah. Kështu që për këto njeri nuk merret llogari ditën e kiametit. Kuptohet ka se do të më bëj domthon do të më bëj dallim mes mendimeve edhe gjunave të zemrës. Ka gjuna të zemrës për cilat njeri jep llogari te Allahu. Edhe nëse nuk mendohet dënohet për to. Po ka gjuna të zemrës për cilat njeri do të më pendu te Allahu dhe më kërku falje. Për ty është për shembull hasedi, me pas zili tjetrin. Apo paragjykimi, me paragjyku tjetrin pa kur far dëshmie, pa kur far prove për një gjë. Apo mendje madhësia që ka dikush në zemër. Apo urrejtja që ka për një musliman. Dashakeqësia që ja dën të keqen tjetrit. Apo nënçmimi tjetrit. Po dikush nënçmon tjetrin me zemër. Jo me gjuhë, po me zemër nënçmon. A kjo është gjëna. E shani musliman për shembull që është besimtar i mirë, i devotshëm, mirë po veç pse është i zije nënçmon për shembull. Është zezak, ose është i racë tjetër. Apo është për shembull kështu i vendit tonë, mirë po është në një krahinë, një pjesë që kjo nuk i don ato se nënçmon për shembull. Kjo është i qytetit, ai është i katunit e nënçmon pse është i katunit. Pejgamberi sa ka thonë mjafton njeriu të si gjëna, si mëkat, kur nënçmon vllahun e tij. Po veç nëse nënçmon ki në zemrën tonë, po atë ndjenën që ai është veç pse është i filon vendit ose pse është i katunit, është më i ult, më i nënçmuar, që kjo është gjëna. Po nuk lejohet me nënçmu vllahun tonë musliman. Edhe kjo konsiderohet për gjëna e zemrës që do të më kërku falje. Dërsa ato që vinë, pra këto janë disa për gjëna e zemrës, ka dhe tjera. Për shkakun për gjëna e zemrës është me humb shpresën mëshirën e Allahut. Me thonë Allahu mua nuk mu s'm falë, s'm mëshiron. Ka më dënuar kështu më radhë. Apo e kundërta e kësaj mundi i sigurt për dënimit të Allahut. Edhe kjo për gjëna të mëdha të zemrës. Po dikush bën gjëna ose thot unë jam i sigurt ose mendon që Allah nuk e dënon. E tjera për gjënave të zemrës që janë, do të me pas kujdes, pra mi mësu besimtari mi ditë se let janë edhe më rujt për tyne, edhe me hullumtu, me kontrolu zemrën ti, a ka ndonjë për këtyne gjënave në zemrë. Nëse ka, do të sa më shpejt me shpejtu me pastru zemrën ti. Po njeri ka mundësi mi bëj gjëna Allah me zemrën më shumë se sa me gjymtyr të jashtme. Më shumë se sa me sy, ose me gjuhë, ose me vesh, ose. Po me zemrën mund me pas gjëna të mëdhaja. Që është e përmendur për gjënave të zemrës është mendje madhësia. Pejgamberi sa më ka thonë nuk hyn në xhenet ai që ka mendje madhësi në zemrën e tij sa një grimc. Një grimc e vogël. Ai që përmend hadith është shembull për diçka shumë të vogël, grimca më e vogël që.
derisa nuk e pastron zemrën tonë, këtë për mendimasi s'ki me hinë xhenet. Ose kemi u pastru me zjarë xhehenamit. Nëse kupton, nëse Allah nuk të falë ditën kiametit. Gjunohet, pra siç e dim te ehli sunnet, ai që vdes me gjunoh pa u penduar në dëshirën e Allahut, nëse don Allahu e fal, nëse don Allahu e dënon, ju po nuk e lën për gjithmonë në xhehenam. Prandaj pra një grimcë e vogël e mendjemasisë në zemër, njeriu e pengon me hyrë në xhenet. Po përveç nëse Allah e fal, pra është për pengesave të mëdha. Një grimcë e vogël ku ka gjunoh i madh. Kështu që me kontrollu njëri vetën, a ka mendjemasi në zemrën e tij. Po çka konsiderohet mendjemasi? Për me ka definu mendjemasin, ka thonë është me refuzu të vërtetën apo me nënçmu njerëzit. Refuzimi të vërtetës dhe nënçmimi njerëzve, që kjo është mendjemasia. Po kur i vjen dikujt një argument, një ajet, një hadith, një çështje e fesë, nuk e pranon, e refuzon. Dikush e refuzon në parim, që janë po jo besimtarë të mohus, këta e bojnë për shkak mendjemasisë. Nga se para arsi tyre i pare që ka mohu pro iblisi, ka mohu për shkak të mendjemasisë. Allah thot eba wastakbara. Po për iblisi thot ka refuzu miron se ishte Ademit dhe wastakbara u tregu mendjemas. Kjo ka qenë pra mendjemasia ka qenë arsyeja pse i ka rënë kufër. Prandaj edhe sa të kësaj dite, çdo kush që mohon të vërtetën, pasi që ka bëhet qartë të vërteta, këtë e bën për shkak të mendjemasisë. Nuk do më nështru të vërtetës. Tregohet mendjemas. Mirë, po gjithashtu mendjemasia është edhe ajo që është mes njerëzve. Po çfarë po thot për jasëm kur e nënçmon tjetrin. E nënçmon tjetrin, atë e konsideron veten më të mirë, më të ngritur se sa tjetri. Kjo është mendjemasi. Për ata dietar ka thonë muslimani pra nuk pështon në farë mënyrë, nuk pastrohet mendjemasisë përderisa kur del prej shtëpisë i mendon të gjithë tjerë që janë më të mirë se sa ai. Po të gjithë tjerë për muslimanëve është fjala. Për atyre që falen në xhami me të që ndajnë njëtë në xhami, njëtë në saf. Mos e konsideroj vetëm që janë më i mirë se sa më i mirë te Allah se sa ata. Gjithmonë konsideroj që ata janë më të mirë se sa ti, se ti nuk e din çfarë fshehin tjerë në zemrat e tyre. Po ka mundësi që në pamjen e jashtme dikush mu pa më i mirë se sa dikush tjetër. Ka vepra më të mira të jashtme mirë, po ai me zemrën e tij është më afër Allahut. Pra ka frikë Allahut më shumë ose e madhron Allahun, ose ka dru, ky tjetri domethënë ka një lloj shtamve të pëlqimi që ja shkatron veprat. Ose mendjemasi në çmën tjerë të kështu më radhë edhe bën gjëna me zemër. Kështu që pra ndoshta pak u zgjeru përgjigje, po me pas kujdes pra me bë dallim mes mendimeve të këqija edhe gjunave të zemrës. Po për mendimet të këqija gjitha janë të falta. Ndërsa për gjunat të zemrës do të mu pendu te Allah me kërku falje dhe mu mundu që me pastru zemrën për këtyre gjunaheve që janë për gjunaheve dhe me kateve të zemrës. Po çdo ditë është mirë njeriu me kontrollu zemrën e tij, a ka diçka në zemrën e tij që e kundërshton fenë e Allahut. A ka diçka në zemrën e tij që Allahu nuk e don. Për arsye se pejgamberi sa ka thonë Allahu nuk shikon në pamjet e juaja as në pasuritë e juaja. Mirë po shikon në zemrat e juaja dhe veprat e juaja. Po vendi ku Allah shikon janë zemrat tona, prandaj nuk është mirë që besimtari me pas zemër diçka që Allah nuk e don, nuk e pëlqen, nuk është i kënaqur me të, ose urrejn ose domthon kështu më radh. Po nuk është mirë besimtari me lejuar që në zemrat e tij me pas si njoll ose si papastërti. Derisa sa për këtyre mendimeve të këqija, megjithatë, edhe pse nuk kemi gjëna, besimtari duhet me tentu që mos me leju ato, domthon mu shpeshtu në mendjen e tij. Nëse vjen shejtani dhe të bën si çytje, të sjellë si vezvese, e kështu më radh, ti angazhohu me punë të mira. Po mos u lësho pasaj në këto mendime ose mu jo dorëzu ose mirë, po fillo përmend Allahun, bëti kër Allahun, lezo Kur'an, çaj një ligjërat fetare, domthon një ders, dëgjoje,
angazhohu me punë të hajrit, me punë të mira. Pa ato mendimet që nxisin për vepra të këqija, edhe pse nuk i gjëna për to, megjithatë, pra nuk është mirë me leju me zënë vend në mendjen tonë, ose në zemrën tonë, kështu më radhë. Për arsye se nëse ato shtohen edhe fillojnë, domthonë, me ndodhë më të madhe, atëherë ka mundësi që është e përmendën dietarët, gjunat fillojnë për një mendimi. Në fillim është mendim, pastaj kalon në dëshirë. Mas dëshirës kalon në vendosmëri, mas vendosmërisë kalon pastaj në domthonë veprim, ose marret shkaqe me rana gjëna, dikur bjen gjëna. Kështu që edhe pse janë mendime të këqija për cilat nuk kem llogaritë, do të më mundu mi injoru ato, mi largu pi mendjes tonë, mos më marr me to, ose mos më dorëzu në farë, po kur të vinë këto mendime, po që thash, mu angazhu me gjëra dobishme dhe me lejen e Allahut, po ato gradualisht kanë më largu. Nëse te mëson veten tonë gjithmonë mu angazhu me gjëra dobishme, këto mendime të këqija dikur largohen. Gjasa njeriu, pra nefsi njeriu është çysh të mëson. Nëse mëson nefsin tonë në gjëra të hajrit, në punë të hajrit të kështu me radhë, ai mësohet me këto gjëra. Nëse e lën po të lirë ose nuk e frenon, nuk e mban, mirë po e lën që nefsi jot po me vepru çfarë dëshiron e kështu me radhë, atëherë ai kthehet në origjinë, origjinë e nefsit është që nuk i don angazhimet, nuk i don veprat e mira, nuk i don adhurimet, e don rahatinë, e don në farë mënyrë komoditetin, i don gjunohat e kështu me radhë. Po kthehet në origjinën e tij të keqe. Thot Allah inna an-nafsa la'amaratun bisu. Vërtet nefsi, shpirti i njeriu është i prirur nga keqja. Urdhnon shumë për të keq. Kthehet po në këtë origjinë. Kështu që po nëse ti punon me nefsin ton, e edukon, e disiplinon, e stërvit, e detyron që me ju bindë Allahut, domethënë me bëve pra të mira, gjithmonë me menu të mirën, atëherë edhe nefsi mësohet me këto gjëra. Kështu mësohet me këtë mënyrën e re, pra të veprimit. Se që ka thonë disa prej selefit, në fillim nefsin time kum dërgu të Allahu duke qajt. Pra kështu e ka përshkru. Kumtohet, e ka përshkru për vështirësi që i ka hasë në fillim. Po sikur ka qajt nefsi i tij, për shkak se u detyru mu largu të disa gjëra që u ambientu, u familiarizu me to. Mirë po ma vonë thot vet ka shku te Allah duke qesh. Po vet pastaj më vonë nefsi njeriu ti dëshiron këto adhurimet, dhikret, përmendjet e Allahut subhanahu wa taala, leximin e Kuranit. Mirë po fillimi është i vështirë, nëse ti tregosh i durueshëm në fillim, atëherë më vonë do të lesohen çështja.